Përshëndetje, quhem Ariona Ismaili, nxënëse e vitit të parë pranë shkollës së mesme komunale Drita në Kërçov. Pranë meje ndodhet shoqja ime Altina Iljević, nxënëse e klasës së parë A5. Dhe sot për ju do të prezantojmë një silë mësimore, poezia lirike greke, ku do të ndalemi në të dhënat biografike dhe rrugën jetësore të poeteshës së njohur greke nga periudha klasike Safo. Siç jemi njoftuar nga ora paraprake për etapat e zhvillimit të letërsisë greke, potencuam se në etapën e dytë të zhvillimit të saj, shekullin 7 deri në shekullin e 4 para erës sonë, rëndësi e madhe i është kushtuar poezisë lirike e greke. Dhe përfaqësuesja më e njohur e poezisë lirike greke është pra Safoja. Për një grua magjepse që do të shfaqet me një famë të madhe, për mbi 600 vjet më parë, Platoni shkroi: thonë se ekzistojnë 9 muza, çfarë lutaqesh që janë, kanë harruar muzën e 10, poeteshën Safo të Lesbos. Soloni, që ishte ligjdënës, jurist dhe qeveritar Athinas, me prejardhje fisnike, dhe që mendonte se me anë të poezive nuk bëhet gjë, kur nipi i tij Estecistiti i tregoi një poezi të Safos, ai tha: nëse duhet të vdes, le të vdes tani. Pra, sa ishte i rëndësishëm Homeri për letërsinë antike greke, po aq e rëndësishme ishte edhe poetesha Safo nga Mitilini, kryeqytet i ishullit Lesbos. Supozohet se vendlindja e saj të jetë i Resi, përderisa viti kur ka lindur supozohet të jetë diku 630 deri 620 para erës së re. Babai i saj ishte Skamandrominos, kurse nëna e saj ishte Kleida. Ishin një familje fisnikësh. Ajo kishte 3 vëllezër, Larikun, Eurigion dhe Karasin. Pasi prindërit e saj qëndronin mirë materialisht, atë që të vogël e regjistruan në shkollën më të mirë të Mitilinit. Safoja si rritej, vetëdijsohej dhe ballafaqohej me gjendjen politike të kohës. Andaj ajo u transformua në një vajzë që armë më të fortë e kishte gjuhën e mbretës së shpatë. Alkeu, poeti i njohur letërsisë antike, pasi ka qenë dashurar e tij, i shkruan një letër në të cilën i shpreh dashuri. Ndërmjet fjalëve qëndronin edhe fjalët se turpi nuk e linte t'i thoshte atë çka kishte dëshirë për t'i thënë. Safoja, siç ishte një orator e fortë, do t'i përgjigjej. Mendoi Alkeu se njohja miqësia jonë e vjetër na e bën të detyrueshme sinqeritetin e plotë. Nëse dëshirat e tua do të ishin të pastra dhe fisnike dhe gjuha jote e përshtatshme për t'i shprehur, asnjë trup nuk mund të pengojë që t'i thuash. Alkeu kishte trup. Safoja përkundrazi nuk kishte trup fare ta thotë atë që mendonte. Alkeu i dashuruar i kushtoi disa poezi Safot nga shkëputën vargje që ajo të ekransën me perëndeshjen e bukurisë Afroditën. E kurrëzuar me vjollca, e ëmbël buzë qeshura hyjnorja Safo, poezitë e tij fare nuk e kthen mendjen, thoshte se poetët nuk partojnë në mes veti, por kufizojnë në një urrëtim ka shoqëri. Andaj qeveritarët e kohës atë e internuan disa herë. Internimi i saj i fundit erdhi nga Pitaku, i cili e internoi Safo në Sicili për fjalët e thëna drejtuar Pitakut. Ata që na qeverisin bëjnë shumë gjëra që nuk na i thonë, dhe thonë shumë gjëra që nuk i bëjnë kurrë. Në Sicili, ajo u martua me një tregtar të pasur grek Kerkolin, dhe me të cilin lindi një vajzë, të cilën e pagëzoi me emrin e nënës së saj, Kleida. Në Sicili themeloi shkollën e parë poetike të femrave. Ka jetuar bukur deri në kohën kur e humbi burrin e saj. Betet vejane, por përsëri jetën dëshironte që ta jetojë. Pas 5 vitesh internimi, ajo kthehet në ishullin e Lesbos. Themeloi një institut për vajza dhe aty u regjistruan të gjitha vajzat e një shkalle më të lartë. Safoja vajzave u mësonte muzikën, poezinë dhe vallëzimin, edukatën dhe sjelljet e holla. Pra, ishte një mësuese e paarritshme. Si shkonin vitet, Safoja dashurohet marrëzisht në një marinar Fauni. Fauni fare nuk e ktheu dashurinë dhe në momentin e dëshpërimit të madh, ajo hidhet nga një shkëmb i lartë, Leukatës. Pra, vetë britet. Pas vetë vrasjes së Safos, fillon spekulime të ndryshme se trupi i saj nuk u gjet, se morën dallgët e detit, se ka qenë një perënder që kurrë nuk ka ndorruar jetë. Pra, Safoja mbetet një poete që pas vetë la poezi lirike nga më të bukura, poezi dashurie. Ajo ndër të parat e zhvilloi kultin për femrat, me një rast që adhuronte Safon dhe deshi të martohet me të. Ajo i pati thënë, nëse gjiri im do të jepte akoma lëng dhe barku i pruta nuk do të nis asha duke u dridhur nga një shtat të ri nuseror, por kohë tash më ka gdhendur, shumë rrudha mbi lëkurën time dhe dashuria nuk më nxiti më, me fshikullimet e mundimeve të saj të ëmbla, kurse një cop tjetër që shpëtoi shekuve shkrua në mënyrë të paarritshme, ashtu si nata plotye.
Nga pas perëndimi i përpurt, ashtu dhe vdekja ndjek çdo gjë të gjallë, dhe më në fund e arrin dhe përpin atë me gërësirë. Poezitë e saj u mblodhën nga filologët e qytetit të lashtë Aleksandria të Egjiptit, ku ndodhej edhe biblioteka e famshme e Aleksandrisë, në 9 libra të grupuar sipas strukturës simetrike të poezive që përmbaheshin në to. Pra kishte shkruar 9 fillime poetike, për të cilët kisha dha urdhër që të digjeshin. Por çfarë ndodh? Ajo më e mira për dashamirësit e fjalës së shkruar, arkeologët zbuluan disa sarkofag të mbështjellë me copa pergamene, dhe në njërin prej tyre ishin akoma të lexueshëm rreth 600 vargje të Safos. Prej tyre koleksioni i veçantë ruhet sot, i datuar që nga shekulli III, ruhet akoma në bibliotekën Laurentiana të Firences. Pra, kjo është gjithçka që ka mbetur nga poetesha më e madhe greke, nga periudha klasike, edhe është krijuar poezi lirike, poezi dashurie, poezi të shpirtit me plot emocione. Sipas Safos, femrat gjithmonë duhet të zbukuruar, duke u nisur nga flokët me kurore lulesh, me rroba të pastra dhe jo vetëm nga pamja e jashtme, por edhe nga pamja e brendshme. Pra, Safoja mbetet një poeteshë e dashurisë, por edhe e bukurisë. Ishte poete e epitalameve e apo këngëve popullore, sidomos humorizëm në mes dytërinjeve para bashkëshortësisë apo ditët e para të jetës së re. Epitalamet u përgjajnë këngëve popullore të dasmave plot krahasime, karakterizohen në sinqeritetin e ndjenjave, me pastërti shpirtërore. Nga epitalamet janë luajtur dy këngë, Kor i parë dhe Kor i dytë. Dashuria për Safon ishte një ndjenjë universale që u takon gjithë njerëzve të gjitha vendeve. Nga frymëzimet e saj me ndjenjën universale është poezia e Afroditës. Është me rëndësi pastirma apo apostrofa kur i drejtohet perëndeshës së bukurisë. Femra si femër, para se gjithash, për botën mashkullore nuk është objekt shpyrtjeje, por është dashuri që kthehet me dashuri. Femra kur nuk duhet plagosur, kur nuk duhet ikur prej saj, ka se ajo ndjenjë e deprimimit të femrës ndikon negativisht mbi psikën e saj. Asaj ndalet zërit e buzët, trupi dobësohet, syt nuk i shikojnë asgjë tjetër, trupi i pritet dhe vdekja i troket në derë. Gjithë këtë gjendje të saj mund ta ndryshojë vetëm i dashuri saj, me një buzëqeshje, me një fjalë. Safoja është autore e një strofe të veçantë që quhet strofa safike. Kjo strofë përbëhet nga një strofë 4 vargjesh, 4, ku 3 vargjet e para janë 11 rrokësh, kurse vargu i 4 është 5 rrokësh. Të nderuar, do të përcjellim dy poezi që kemi përzgjedhur për prezantimin tonë. Lavdrimet qiellore do ta recitojë Dionisa Ahmeti. E nis këngën time për bukurinë me lëvdata qiellore. Atë fjalë aq të ëmbël në ndëgjim, vetëm kërkova. O, që gjë më të madhe nga sa muzat më dha mund të kisha lypur. Prej fuqisë së tyre më dhuruan, prandaj them. Ndoshta me hyrje tjetër në kohën e ardhshme, do të gjej dikë që të kujtohet edhe për mua. Kurse, poezinë Flisje në gjumë, Blerta Sali, gjithashtu nxënësin nga klasa e para 5. Në gjumë, thonë, pasi ku flisja me perëndeshën Afrodi, eja pranë të lutem, këndoj xirtin kujt i lyra hynore. Muza me flokë të buku dhe ju të ëmbla karite, të Zeusit, bie të vërteta me lëkot rëndafili, të duarve, që shfaqeni nga ballati juaj jarë, dhe kur gjatë natës gjumi i mundshëm, syt mi rëndor, dhe mua më djeg dëshira e ma ndesflar tër trupin. Se çfarë kërkoj as vetë se di, në më ndyshë është kjo mendja ime, dhe pik brenda meje dhimbja pikon. Ja pra, ishte kjo gjitha që kemi përgatitur enkas për ju miqtan. Faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.